të gjitha ata pjesëtarët e kësaj tryeze që kanë patur durimin të qëndrojnë deri në këto momente, mbi të gjitha dhe mediat, sepse shohim që pjesa dërmuese e mediave është larguar pasi mbaroi fjalën paneli i parë, i cili na bëri të mendojmë derisa erdhi momenti që folin fakt zoti Xhemollari, zonja Voko dhe zoti Krasniqi. Mua më bën të ndjehem sikur unë kam garuar në Danimark apo në Norvegji në zgjedhjet e 11 majit. Jam drejtues politik i qarkut Tiranë, kandidat për deputet në këto zgjedhje, dhe vetëm lidhe me realitetin në Shqipëri nuk ka patur fjala e drejtuesve në panelin e parë në raport me zgjedhjet e mbajtura në vendin tonë. Do doja që të ishte këtu dhe zoti Dumani, të flisnim për suksesin e task force-s së ngritur nga SPAK-u për krimet zgjedhore, për bilancin e kësaj task force dhe për rastet konkrete që ai përmendi. Jam i habitur në të gjithë fjalën, mund bie dakord me përfaqësuesen e Komitetit Helsinkit, por më bëri diçka përshtypje, thatë që prokuroria e Elbasanit ka bërë një punë e cila ju ka impresionuar. Zojmë për çfarë? Suel Qela, sot një ndër narkotrafikantët më të mëdhenj të Europës, qëndron në Elbasan, e din të gjithë që strohet në Elbasan, ka deputet caktuar që i kemi bërë publik që i ka sponsorizuar në qarkun e Elbasanit, dhe as prokuroria e Elbasanit nuk guxon të bëj as edhe një denoncim, të zbatoj detyrën. Po flas për institucionin, po flas për institucionin e prokurorisë së Elbasanit. E njëjta gjë, ju kishte impresionuar puna e prokurorisë së Elbasanit. Zoti Kolliçi, u përmend një rast i caktuar, për një rast të caktuar, ju mund ta zgjeroni. Patjetër, por zonja Skëndaj përmendi një rast të caktuar. Edhe unë po përmend një rast të caktuar. Dhe e njëjta gjë vlen edhe për drejtuesin e policisë shtetit që më bëri të mendoj apo më ktheu në memorie dokumentaret e kronikave të lajmeve të viteve 70-80 në kulmin e diktaturës, ku flitet për suksese imagjinare. Për çfarë policia e shtetit është folur? Në datë 11 maj në orën 17:00, unë drejtuesi politik i qarkut Tiranë, live para mediave, kam denoncuar një zyrë elektorale të padeklaruar, live para mediave. Kam telefonuar policinë e shtetit në numrin e saj zyrtar, duke u vetë identifikuar si Belind Kolliçi, për të paktën 6 herë. Është dashur mbi 90 minuta dhe 6 telefonata që një patrull që qëndronte rreth 50 metra larg nga vendi, nga rruga Marko Boçari, ku ndodhej zyra e padeklaruar e Partisë Socialiste, pronësinë e cilën e mori ish-zëvendës kryeministri Erion Braçaj, që erdhi në vendngjarje, shoqëruar nga një person me precedent kriminal që u denoncua live para mediave, të vinte në vendngjarje. Kam telefonuar zotit Dumani, për cilin në aspektin personal nuk kam asgjë, dhe madje hyka ata persona që kam besuar forcërisht ke institucionet e reja drejtësisë dhe madje ke prokuroria e posaçme, se nëse nuk do të ishte kështu, nuk do të kisha depozituar në mbi 2 vite rreth 12.000 faqe materiale, prova dhe fakte për krimin, korrupsionin në vendin tonë, mbi gjitha për aferat më të mëdha korruptive në vend, dhe ja kam drejtuar në mënyrë specifike zotit Dumani me mirëbesimin e plot se të gjitha këto dokumenta dhe fakte nuk do të binin në vesh shurdhët, por do doja dija për cilin numër të gjelbër flet zoti Dumani, kur unë para mediave kam telefonuar të paktën 2 herë këtë numër të gjelbër dhe nuk funksiononte. As nuk ka marrë asnjë përgjigje. U tha nga zotria, me shumë respekt, se SPAK ka marrë kontakt me denoncuesit e partive politike, me kën Partinë Demokratike në këtë rast, që është forca më e madhe opozitare në vend. Me cilin, që ta dinim, po do doja të kishe qenë këtu që në një farë mënyrë të kishim, po ja u drejtoj panelit për shkak se nuk është. Jo, po janë çështje konkrete këto. Me ata përfaqësuesit mund të përgjigjen, sepse është pak e vështirë edhe për ne që të dëgjojmë këto dhe s'kemi palën tjetër e gjithë secilit në këtë panel dhe mendoj që koha e gjithëve ne është e vlefshme, po një lloj. Me shumë kulturë, edukat, qytetari, qëndruam gjithë për dëgjuar njëri tjetrin, do doja që të kishin qëndruar dhe ata këtu. Pyetja ime është që u tha këtu se është marrë kontakt me partitë politike për denoncime dhe janë bërë u quajt sukses që janë vetëm 9 hetime proaktive të SPAK-ut për krime zgjedhore. Nëse ne mendojmë që në gjithë Republikën e Shqipërisë, në 12 qarqe, pas kanë qenë vetëm 9 rastet në të cilat kryesisht ka nisur hetimin prokuroria e posaçme, atëherë bie që ne kemi standardet më të larta të demokracisë funksionale në Europë.
Ndërkohë, nga selia qendrore e Partisë Demokratike për rreth 6 javë pas zgjedhjeve, janë denoncuar në mënyrë të përditshme me video pamje nga votimi në qarkun Elbasan, se si funksionon skema e trenit bullgar, se si personat ndryshëm votojnë 3 deri në 4 herë, se si komisionerë që janë ngarkuar brenda Komisionit Qendror të Votimit në KQV për mirëmbajtjen e procesit, kthejnë kutit përmbys, nxjerrin fletën e votuesit, e hapin për të verifikuar për të parë për kë ka votuar, e palosin e fusin brenda. Janë denoncuar me 10 pamje tjera filmike të përplasjeve me krimin e organizuar etj. Dhe ende nuk kemi as edhe një kontakt nga task forca e SPAK-ut dhe nuk kemi as edhe një reagim zyrtar. Po flasim për një task force apo po flasim për një institucion që kur ka rrjete sociale, faqe memesh apo portale që bëjnë denoncime ka reagim publik, dhe kur denoncon partia më e madhe e opozitës me pamje, me video, me zë dhe me figurë, raste të tilla të shkatrimit të standardeve zgjedhore, nuk ka as edhe një reagim. Këto janë shqetësimet mia si përfaqësuesi i opozitës. Ndërkohë, gjatë gjithë kohës u fol për një punë të shkëlqyer të policisë shtetit nga përfaqësuesi i policisë shtetit. Është e shkruar dhe dokumentuar dhe nga kryesuesi i misionit të vëzhguesve të OSBE Odirit, që në konfliktin fizik që ndodhi dhe verbal në Bashkinë e Vorës, midis 2 prej titullarëve shumë të rëndësishëm Partisë Demokratike dhe disa pjesëtarëve me precedent penal që ishin aty si përfaqësues të mazhorancës, është thënë dhe nga vëzhguesit ndërkombëtar që nuk arrinim të kuptonim arsyen se përse për rreth 2 orë policia e shtetit refuzonte të përgjigjej dhe të shkonte në vendngjarje. Ndërkohë që kur kjo ka ndodhur në Bashkinë Vorë, që është një nga 5 bashkitë e qarkut Tiranë, e mund ta imagjinoni se çfarë ka ndodhur me policinë e shtetit në qarqet e tjera të vendit? Unë nuk dua të zgjatem sepse do dua që t'i jap kohë dhe kolegut tim Klevis Balliu që të njëjtën situatë në datën 11 maj, ditën e zgjedhjeve, pasdite, ndërkohë që unë përplasesha apo kisha përmes edhe mediave, isha vënë ndjeni për një zyrë elektorale të padeklaruar, që ishte punë edhe monitoruesve në terren të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që duhet ta kishin raportuar, zoti Balliu bënte të njëjtën gjë në një zonë tjetër të kryeqytetit, në Astir, por ai do të flas vetë. Ku ndërkohë denoncoi dhe kërkonte identifikimin e personave që kishin kapur në zyrë të padeklaruar, policia thonë kemi shpallur në kërkim dhe ndërkohë i gjetëm në KZA-n e Kasharit kur kemi shkuar të dy për të bërë mbikëqyrjen e procesit të votimit. Dhe policia i kishte krahë dhe nuk kishte asnjë reagim. Pra këto janë disa të vërteta të pakontestueshme dhe të pamohueshme, siç është që edhe kriteret e Kopenhagenit janë shkelur paragrafi 7.7.7.8 në këto zgjedhje për sa i përket lirisë së qytetarëve për të votuar në mënyrë të fshehtë, që me që u përmend raporti OSBE Odirit, apo qoftë liria e marrjes informacionit përmes mediave për shkak të censurës që u bë disa mediumeve, siç ishte TikToku etj, që tash pas zgjedhjeve është hapur. Pra, unë e kuptoj rëndësinë e këtyre tryezave, më rikthyen pa diskutim në memorie periudhën kur kam shërbyer në Kuvendin e Shqipërisë, sepse prej 2 vitesh nuk shërbeva më, nga 2023-2025, ku shpeshherë edhe për shkak të burokracisë edhe të institucioneve të ndryshme europiane flasim për herë për checklista që duhen plotësuar, për raportet mrekullueshme të përparimit të reformave në vendin tonë, por me sa duket nuk është e kotë fakti që Parlamenti Evropian, Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian dhe Asambleja e Partisë Popullore Europiane, që është grupi më i madh politik në Parlamentin Evropian, vendosën të sjellin 2 misione të ndara faktmbledhëse në Shqipëri për të bërë kontrollin e realitetit në terren me raportet që shkojnë në këto institucione. Në datë 11 maj nuk është alogjike fakti që një prej organizatave më të mëdha botërore të djathtës, në fakt, IDC-CDI-a, i konsideron zgjedhjet e mbajtura në Shqipëri farsë zgjedhore, të organizuara nga një shtet elektoral. Të janë të shkruara të zezë mbi të bardhë. Jo më kot kanë reaguar me disa rezoluta Partia Popullore Europiane, Unioni Ndërkombëtar Demokrat etj, me drejt dikush që është oponenti ynë politik mund të thotë këto janë edhe organizata të afiliuara politikisht me të djathtën, por të gjitha këto janë të bazuara mbi dokumenta dhe prova, të cilat çdo ditë Partia Demokratike vijon
t'i pasqyrojë në media dhe po ja u them edhe një herë, nuk ka patur as qasjen më minimale të proaktivitetit nga ana e organit akuzës, të paktën për të verifikuar ato pamje apo video apo dokumenta që ne i bëjmë publike, se mbas edhe nuk jemi ne në rregull, mbas nuk po themi ne të vërtetën. Këto do ishin në fakt disa pyetje që unë do doja t'ia shtroja me shumë politesë drejtuesit të prokurorisë posaçme në raport me këto zgjedhje, sepse më shumë se ne të gjithë, u përmend pak më parë edhe në Tryezë, duke qenë se edhe në të gjitha sondazhet rezulton që organi i akuzës ka një besim dhe një nivel shumë të lartë besueshmërie edhe nga opinioni publik, do doja dija se si e kanë justifikuar këtë pritshmëri të madhe të qytetarëve dhe cili është bilanci real i task force-së së SPAK-ut që të mos konsiderohet më sukses edhe nga institucionet ndryshme ndërkombëtare vetëm ngritja në vetvete e një task force, se nuk mund të jetë sukses që kemi ngritur një task force për hetimin e krimeve zgjedhore dhe parandalimin e tyre, se kjo fjalia është shumë e rëndësishme, por sukses do të ishte që këto të ishin eficiente, që të parandaloheshin ato 10-ra qindra raste që ne i denoncojmë çdo ditë të deformimit vullnetit qytetarëve, shantazhimit qytetarëve, blerjes votës, intimidimit etj. Shumë faleminderit.